Kristian Aslani humbi penalltin që do të kishte barazuar 2-2 ndeshjen e Torinos ndaj Lecces, mesfushori kombëtare zgaboi nga pika e bardhë në minutën e 91. Për të ishte hera e parë që gabon, ndërsa me klube kishte gjuajtur saktë 10 penallti më parë. Protagonist në anën tjetër mbetet Medon Berisha që me 2 asistet e tij për Lecën kontribuoi te fitoria në Serie A. Aslani kërkoi falje për penalltin e humbur dhe tregoi çfarë nuk shkoi në goditjen e penalltisë. Meriti mbetet dhe portierit e Lecces, Falcone, që i kuptoi krahun. Duhet ta analizojmë, e nisëm keq dhe Lecce na vendosin në presion. Kjo nuk është gjë e mirë, ne jemi Torino dhe duhet të japim çdo gjë në fushë. E marr përgjegjësinë për penalltin dhe u kërkoi falje tifozëve dhe skuadrës. Do ishim futur sërish në ndeshje. Për këtë takim kam ardhur këtu për të folur, t'i kërkoj falje të gjithëve. Nuk kemi ruajtur vazhdimsinë që kishin para pushimit për shkak të kombëtarëve. Duhet ta kuptojmë të situatë. Nuk mund të vim ndaj Lecces dhe të luajmë 30 minutat e para se sot. Problemi nuk e di kush është. Ndoshta u friksuam pak pasi pësuam golin, por nuk duhet të ndodhte. Kemi energji dhe kualitet. Penalltia ishte gabimi im. Nëse portieri e ndal topin, do të thotë se penalltia është goditur keq. Pas 2 finte të Falcones dhe miku Truri, u shpreh Aslani.